Allahu subhanahu wa taala gjatë vitit dërgon dhe ka caktuar disa sezona të adhurimit, apo disa ditë të begat, apo ndonjë muaj, sikurse që është muaji i Ramazanit, ku Allahu don që besimtarët ti përvilin Allahut azza wa jall me adhurim, ti përkushtohen Allahut azza wa jall, sidomos në këto ditë me adhurim, që Allahu ata ti shpërblej me shumë fish. Ky sezon i adhurimit është 10 ditë i muajit Dhul-Hijja. Muaji Dhul-Hijjas quhet kështu sepse është haxhi. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk ka ndonjë veprim dhe ndonjë punë më me vlerë dhe më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala se sa ato veprime, ato adhurime që i vepron njeriu në këto 10 ditë. Ka thënë sahabët, oj dërguar i Allahut, edhe dikush që shkon domethënë me luftu për hir të Allahut azza wa jall, me mbrojt dinin e vet, me mbrojt vatanin e vet, me mbrojt familjen e vet, që edhe shpirtin po e jep për këtë gjë. As ai nuk është më me vlerë veprimi i atij në këto 10 ditë se sa dikush që ndoshta del me trupin e tij, me shpirtin e tij, me pasurinë e tij, edhe thot nuk kthehet më asnjënën, se ka radhë dëshmor për hir të Allahut. Veç ai ja kalon. E nëse besimtari në këto 10 ditë agjeron për hir të Allahut, këta agjeron në fakt 9 ditë, e thuan për këto 10 ditë sepse është edhe dita e Kurban Bayramit. Vetëm dita e Kurban Bayramit nuk lejohet të agjerohet pa. Nuk agjeron besimtari për Kurban Bayram. E 9 ditë në fakt e agjeron besimtari kështu ka agjeru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kush ka mundësi më agjeru, shpërblehet tek Allahu azza wa jall. Ku thot pejgamberi alayhis salam, nëse njeriu një ditë agjeron për hir të Allahut azza wa jall, Allahu ja largon fytyrën e tij 40 vite nga zjarri i xhenemit. Pra këto 10 ditët është tekbiri dhe përmendja Allahut azza wa jall, sa më shumë e përmend Allahun subhanahu wa taala. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku transmetohet se Abdullah ibn Omeri dhe Ebu Hurajra dhe të tjerët, edhe gjatë punës, edhe në treg, kanë thënë Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Preferohet ai i cili do të therr kurban që këto 10 ditë kur futen, mos ti prej thonjët, edhe mos i shkurtoj flokët derisa të therret kurbani i tij. Sadak që jep, që i ndihmon të varfërve, që i ndihmon nevojtarëve, i ndihmon të sëmurve, i ndihmon atyre të cilët kanë borxhet, ja largojnë borxhet, besimtari i shpërblehet në këto 10 ditë me shumë fish për Allahu subhanahu wa taala.